Ndërkohë, otomanit i kishin bërë të ditur për vullnetin e Skënderbeut dhe për kushtet e armëpushimit. Por ai, megjithse po mbytej me të katër anët nga halle shumë të mëdha, si për shkak të dëmeve hungareze që pat Rishtazi, si për shkak sidomos që merret vesh se me intensivën e papës së Romës, po bëheshin kundër tij çdo ditë mbledhje të krishterësh. Prapë së prapi, duke menduar si krenar e madhështor që ishte, se punën në fjalë meritonte as pak përgjigje, vendosi të dërgonte kundër Epirit për mbrojtjen e vendit një ushtri të shënuar. Gjë që siç e përmendëm u diskutua pak më parë, duke u shfaqur mendime të ndryshme. Detyra në fjalë ju besua Hamurit dhe Sinamit, dy burrave të rrahur në punët e luftës, secili prej tyre ju caktua 10.000 kalorët dhe 4.000 mësorë. Ky numër u gjikua mjaft i aftë për të lodhur ushtrinë epiriote dhe për t'i kallur gjithashtu frikën e armikut fillimtar e shumë trim. Megjithatë, asnjëri nga të dy nuk i lejoi që të ndërmerte ndonjë veprim kundër armikut, qoftë edhe sikur t'i paraqitej ndonjë rast i volitshëm, veç se po të ishte puna për mbrojtjen e kufive dhe të vendeve që i qenë caktuar secili. E gjithë vera shkoi për të dy palët e çështje në fjalë. Ishte pothuaj mezi i vjeshtët, por këta u nisën me forcat e veta nga Konstantinopoja, ndërsa vazhdonin rrugën. Lajmi i kësaj ngjarjeje, duke i lënë prapa, arriti pari tek Skënderbeu, i cili s'kish marrë vesh asgjë nga këto dhe as që e mendonte një gjë të tillë. Përkundrazi, e sa i kish zënë bes Sanxhakut, ai po priste të dëgjonte për kushtet e armëpushimit, çfarë ishte hedhur poshtë nga kërkesa e tij e çfarë ishte pranuar. Prandaj, e la me një herë krujen dhe shkoi fluturimthi me shpejtësinë më të madhe në Dibër. Atje, pasi mblodhi ushtrinë dhe përtëriti forcat brenda një kohe fare të shkurtër, po priste me padurim armikun, i cili ia mbriti brenda pak ditëve. Pa i vonuar shumë, por nuk hyri në tokat tona. Përkundrazi, ai nguli çandrat më se 10.000 hapa larg kampit të Skënderbeut. Epirioti, kur mori vesh se po afroheshin, s'lojti vendit, por qëndroi në kamp me legionet të radhitura dhe gati për të pritur vetëm shenjën. Duke menduar se tëra ajo mizëri që po vinte, do të lëshojë me siguri mbi ato vende dhe kundër tij për ta shtypur. Por rojet malore dhe vlorëtonjësit të kësaj dore e njoftuan përkundrazi, se ata i kishin ngulur çadrat pranë Alhrisë, dhe se kishin vendosur atje tërë stermet e veta. Atëherë, duke menduar se të nesërmen, si të merrnin veten, ata kishin për ta ngritur kampin, kishin për të hedhur në luftë. Mbushi gjatë natës pa u ndier fare me luftëtar, disa gryka dhe luginat fqinje, me qëllim që po të bëhej luftë dhe të përlesheshin, siç kujtonte ai, atje t'i fuste në mes dhe të bënte me pritat e veta. Papa ndrehur. Dhe ndënji duke pritur kot thuajse për 2 ditë e 2 netë të tëra. Osu pa gjë kundi ndonjë ushtar, asu dëgjua ndonjë shurm. Prandaj Skënderbeu, që si duroi më me këtë vonesë, vendosi të hidhej vetë armikut me tërë forcat dhe ta sulmonte ditën e nesër. Por erdhi lajmi se ushtria ishte ndarë në 2 pjesë, dhe se Hamuri, me njërën gjysmë, ishte qëndruar në vend, kurse Sinami, me tjetrën, ishte drejtuar për në fushën e Pologut, drejt Mokrës. Që këndej, ai kishte pastaj rrugën e hapur për në Dibër të sipërme. Vetë për Modris, sepse Al-Khiria, që kishte në dorë Hamuri, ka përballë Dibrën e poshtme dhe vetë qytetin e Svetigrad, i cili ndodhej gjithashtu në dorë të armiqve. Në këtë mënyrë, ata i ndanë me urtësinë më të madhe Dibrat.
me qëllim që ta mbanin armikun të shqetësuar, si në njërën e në tjetër anë, me rojën e paprerë që do të bënin. Ndërmjet dy ushtrive, shtërije një largësi prej më se 3000 hapash. Aq sa janë pikërisht hapat që dalin, po ti numërosh nga Sveti Gradi në Modris. E perioti, si rjedhim, tiri e mblodhi me njëherë pritat, e kishë përndarë sa këndej, e pas që grumbulluan të gjithë në kamp. Mori vendim që ta shtonte përsëri ushtrinë, me qëllim që të kishin mundësi të ndaheshin në pjesë dhe të dilnin kudo përpara si njërit si tjetrit rrezik. Të gjithë masat e duhura parashikuan drejt, dhe forcat ushtarake u rritën dhe u shtuan me një shpejtësi për t'u admiruar. Pothuaj me 1500 këmbësor, sepse kalorës s'kishte mundësinë që të gaditeshin aq lehtë. Edhe kjo ushtri u nda, por jo në pjesë të barabarta. Tanushi, e njëri nga streset të Niprit, si dhe Pejk Emanueli, u dërguan në Dibër të poshtme, për të pritur, po ta donte puna, sulmet e Sinamit, dhe jo më shumë se 1/3 në ushtarëve, sepse rreziku që andej ishte më i vogël dhe hyrja në tokën tonë më e vështirë. Edhe kjo për shkak të vështirësive të vendeve, nga mbrojtja natyrale dhe të luginave të mokrës, të mbyllura atë 4 anat, me male të dëndura, të cilat zihen bashkë me Dibrën e sipërme. Por me gjithë këtë, ndajnë mbretërinë e Piriote nga viset armike. Tanushi me shok, porositën që të mos nxirrin këmbë tej kufive të caktuar, dhe të mos ndërmerrnin ndonjë veprim, veçse për të mbrojtur veten dhe njerëzit e vet. Forcat e tjera, së bashku me Mojsin, ai mbajti vetë në Dibër të sipër. Arsyeja që ai e mbajti për veten numrin më të madh. Dilte, ka që hyrja në viset e armikut, nga ajo anë ishte më e lirshme dhe i gjithë vendi ishte më i zhveshur. Pastaj i kishte vendosur që t'i ndërsente armiqt për të ndeshur me ta dhe për të provuar fatin e luftës. Dhe nuk i zgjati shumë, duke ndonjur ditën natë i lidhur. Në atë mendim sidomos, kur dimri, armiku i luftrave po bëhej gati të thuash për të hyrë. Përkundrazi, për të ngrysur të asaj ditë, u nis me më shumë se 1000 kalorës për në Al-Khri, duke hequr ushtrinë me shumë kujdes përmes disa pyjeve dhe vendeve të papërshtuara, për të mos u mbyllur nga armiku në mes të Sveti Gradit dhe të rojeve të tij. Dhe pasi bëri mjaft rrugë, i dha fund udhëtimit natën vonë. Muri e fshehu andej e këndej në prit ushtrinë dhe u kthye pastaj në kamp. Atje, me që ishte në të gdhire sipër, si falën vetes asnjë çik kohë. Për pushim, urdha urdhër që të bëheshin gati flamujt e gjithë forcat dhe të niseshin në ushqim vetëm për atë ditë. Sepse stermet dhe vetë çadrat që qëndronin të ngritura, si lojti nga vendi, përkundrazi, pas zakonit që kishte, ai la një forcë të shënuar luftëtarësh për ruajtjen e tyre. Po thuaj gjithë koha e mëngjesit kaloi me gaditje për nisje dhe vetë udhëtimin, derisa arritën e ulën 1000 hapa pa pak larg vendin të pritave në një kohë kur duhej të kujdeseshin për trupin e vet dhe të hartonin ndonjë plan të ri për të ndëzhyer armikun dhe për të filluar ndeshjen. Sa për të parën, të gjithë i dolën lehtë në krye, sepse të gjithë e kishin të barabartë përvojën në atë punë. Kjo e dyta kërkonte më tepër mendim e zgjuarsi. Kjo detyrë u la Mojsiut, i cili e kërkonte vetë, por edhe zor se mund të gjendje tjetër kush nga tanët, më jaft se ai për të ndezur e gabuar armik. Me qëllim që të mos ngjallte lehtë dyshime për ndonjë drejti. Po të nisej më pak njerëz, e i mori me vete 600 kalorës. Me gjithë këtë, edhe kështu përpjekja e tij shkoi kot, dhe pasi humbi një pjesë të madhe të ditës. Pa ja arritur që ta sillte vërdall armikun, u kthye tek Skënderbeu.
dorë se mbetej më vend për ndonjë plan të ri. Sepse të shkojë me atë forcë gjerë tek fushimet armike, Stalinin, me rrezikun e madh të sigurt që përbënin, as vështirësitë e vendeve, as qyteti që ngrihej lart, rreth të cilit Hamuri kishte vendosur kampin. Megjithë këtë, forcat zbritën mbi një fark kodre, pranë, dhe pritën atje natën, sa erdhi, ndërsa gjatë asaj u dhan shenja britave që të ktheheshin tek shokët e vet. Në mëngjes i ranë me gjithë ushtrinë, ushës, matan, dhe e shkërtruan sa më shumë që mund. Me qëllim që së paku kjo pamje, me zemërimin që do të ngjallte, ta tundte armikun nga vendi. Por mbretërori, duke u shmangur vazhdimisht mbrojtjes, plot rreziqe, në një gjëje të vogël slojti nga kampi. Megjithatë, kur mor vesh pastaj se sulmi kishte mbaruar dhe se tanët po mbindin plaçkat, barbari dërgoi Skënderbeun një lajmëtar, i cili t'i shfaqte vullnetin e Tiranit. I thoshte, veç kësaj që të mos lodhej kot për ta mërzitur armikun, me shpagimet atilla të padobishme. I thoshte se po shkretonte vende më fort të veta se sa të huaja, të cilat, prandaj, edhe lidheshin pa u mbrojtur. I Pirioti ju përgjigj se fati tyre mund të shtyhej për më vonë, por jo se mund të evitohej, se ai kishte vendosur prerazi, e po të ishte nevoja, i tërhiqte ata në luftë, edhe prej këmbësh. Dhe kështu ndan si njëri si tjetri palë, duke e parë të udhësh që t'i shtynin planet në fjalë për një kohë tjetër, e që tani më po plakose së tohti. Prandaj, pasi la për mbrojtjen e krajinës, Mojsin, bashkë me fuqinë e zakonshme të ushtrisë, dhe pasi ja liroi në pjesën më të madhe ushtrinë tjetër, ai vetë u nis bashkë me pak shok për të vizituar Dibrën e poshtë. E kishte në dorë Tanushin. Dhe që andej, pasi pritit ma do një përfundim, pritat për gjuajtjen e armikut, dhe pasi la atje njërin nga stresa, dhe pak ushtri, kthye bashkë me të tjerën në kruj për të kaluar dimrin. Ndërkaq Mojsiu ma kishte prishur armiqve qetësinë e dimrit, por pa ja dalë që t'i tumte nga vendi, për t'i u lëshuar me armë, vetëm sa e ndiqnin me sy. Nga kjo përpjekje e ndërmarr prej tij dhe prej rojes së modrisës, ai hoqi dorë me urdhër të Skënderbeut. Sidomos, sepse mbretërorët kishin dërguar lajmëtarë që të thonin të mos kërkonin më aq punë për të patur armiq, ata që s'mund t'i kishin. Ashtu pak kundërshtar, por edhe pa lëshuar pej, puna u shtypër në pranverë. Ta erdhi Skënderbeu, pasi mlodhi ushtrinë, u nis për të befasuar armët armike. Me manevrat e veta të papushuara, dhe pasi u lëshua me të ushtrinë, me një guxim të madh, një ditë kur po përpiqej të shpërthente në bisedë më të brendshme të Ahlërisë, erdhi në vetë çadrat e barbarëve, u frenua lehtë nga fuqitë e tyre, që i doli përpara, për arsye se një rëndësi të madhe për mbrojtjen kishin vetë bisedë. Skënderbeu, gjithsesi arriti qëllimin atë ditë. Prapse prap nuk u dëshpërua, përkundrazi, ai vendosi ta shtonte fuqinë me numrin e ushtarëve, për t'ia hyrë asaj pune më me kujdes. Por duke qenë se shumë pak dobi, e lavdi shpresonte prej saj, dhe këtë jo pa ndonjë rrezik. Nuk e ndoqi më aq zjarr. Ai se la me gjithë këtë, pas dore atë punë, vetëm për një arsye, që burrat, të mësuar me armë, si në ndonjë punë të vetë të veçantë, të mos zgjateshin nga pushimi. Ndërsa po veproje me ftohtësi ka të dy anët, Hamuri, duke menduar se po t'ia merrte me ndonjë farë mënyre mend Skënderbeu, dhe ta bënte që të hiqte dorë nga arma, po do të ishte jo vetëm e dobishme për banorët e krajinës, por edhe një nder për të nga ana e mbretit, pasi arriti me anë lajmëtarësh mundësinë për të rënë në bisedë me dë. Shkoi ngarkuar me dhuratat më të bukura tek ai në Dibër,
u e priste në kamp. Dhe pasi ja filloi nga të mirat e paqes dhe nga bisedimet e mëparshme, u përpoq ta utonte dhe ta shtinte në dorë. Me një fjalim të gjatë, jo vetëm duke i shfaqur haptazi, shirën e vetë për mjësi të veçantë me të, por edhe duke i përmendur për beslidhjen të zyrtare me Mehmetin. Skënderbeu i mori dhuratat dhe duke i përqafuar bujarinë e burrit. Ja shpërbleu më dhuratat e tjera dhe me bujari as pak më të vogël. Përsa për ata që u thanë për beslidhjen me Tiranin, ai përgjigj si i nxehur nga inati. Besimi dhe respekti i Mehmetit kundrejt nesh nuk është i tillë që të na jap mundësinë të dëgjojmë në një fjalë për mirësinë e tij pa u ndinjuar. Para pak kohe u prit nga ne një delegacion, u dëgjuan kërkesat e tij dhe pastaj parashtruan kushtet që mua mu duken me vend për nderin dhe dobinë e mbretërisë Sipriot. Kthye përsëri tek ai. Ne duke mbajtur ndër të tjera parasysh, se s'mund të merret ndër këmbë vullneti i tjetrit, pritëm përgjigje dhe hoqëm dorë nga armiqt. Për sa kohë që paqja e kërkuar nga të dy anët qëndronte e varur. Por ai na përbuzi në një mënyrë të tillë, që s'na quajti të denjë, pakën as për përgjigjen që i duhej dhënë armikut. Prandaj ne s'kemi ndërmend të dëgjojmë më referime prej teje për normat e pajtimit zyrtar. Sa për ty, nëse mund t'i zëtohesh armikut, diçka në një kombërish e përbashkëta kaq të mëdha, simi që ke merituar s'ka për të munguar nga ana jonë. Me gjithë këtë, sa ka të bëjë me frenimin e furisë së ushtarëve dhe me mësymjet e zakonshëm të krajinave, unë s'marr asnjë zotim kundrejt teje, asnjë përgjegjësi për sipër për ndonjë ngjarje të rrezikshme, as që kam ndërmend të pranoj ndonjë farë beslidhje zyrtare me ju, beslidhje që unë gjerësisht jam përbuzur ndonjëherë. E hedh poshtë gjithashtu me përbuzje. Urrëtia jonë s'ka të paksuar dhe vetëm begenia e karakterit tënd ka bërë që të qetësohet dhe të pushoj të thuash ai zjarri i shpagimit. Kjo njësi personale me ty në ndodh ndonjë ndryshim i fatit apo i gjendjes ka për të sjellë ndoshta shumë dere të ti. Amuri pasi puthi sipas zakonit të gjendjes të orën, armikut dhe mikut negocius, largua as i gëzuar, as i dhuruar ka përgjigja në fjalë. Por thuajse me lajka të njëjta i doli përpara Skënderbeut, që po drejtohej për nga Johan edhe Sinap, edhe kërkesave të tij. Ai u avuri veshin, po me atë gatishmëri, sepse si vetë vegjelia, si pjesa më e madhe e ushtarëve tanë, duke mos u përçmuar paqen e kërkuar për një kohë aq të gjatë dhe lutjet e shumta të armiqve, duke shenë se kishin për të pajtuar me gjithë qef me vullnetin e tyre. Kështu, pasi dal nga dalu hyri në zemër dëshira për pushim. Forcat tona paksuan gjerë diku në të dy anët dhe kampet e kaluan në qetësi apo më mirë në plogështi atë verë.